Përshëndetje miq të dashur të Kosova Gjë Podcast, po takohemi në një episod tjetër shumë të veçantë. Sot në ambiente të reja, por pikërisht do të flasim me një njerëz inovativ, i cili do të na tregojë shumë për perspektivën e tij të gjerë rreth fushës së edukimit, rreth fushës së inovacionit, rreth mënyrës së të mësuarit duke bërë e shumë aspekte të tjera se apo i përgatitim fëmijët për të ardhmen, për mendimin kritik dhe çfarë profesione po vinë në vitet në vijim. Kam kënaqësi shumë madhe ta mirëpres Alitin Berisha. Faleminderit shumë që ndave kohën edhe erdhe në platformën tonë. Faleminderit shumë për ftesën, Gili, kënaqësi. Alitin mu ka inspiru shumë rrugtimi juaj, për këtë arsye insistova shumë me të pas mysafir. Am tregon pak, keni pasur mjaft sfida në fëmijërinë e juaj, mandej në fëmijërinë si refugjat, çfarë ka ndikuar kjo rrugtimin tënd edhe në kthesa të mëdhenshme në karrierë? Po, tash po shohim shumë luftra në këtë kohë. Na e kemi pas fatin e keq me provu këtë edhe si fëmijë. Normalisht si shumica e shqiptarëve të Kosovës, edhe unë jam fëmijë i kampeve, refugjat i luftës, një pjesë të shkollimit jo shumë të gjatë, po relativisht shkurt po e kemi kalu në për kampe, dhe kjo më ka bo me kuptu pak ma thellë arsimin, jo si një fabrik, si një vend fizik, po një sistem, një ekosistem, i cili përbëhet nga shumë elemente, edhe duhet gjitha ato me arë me një vend, në mënyrë që me pas rezultate, me pas sukses. Normalisht, kjo dhe me thonë drejtë më ka inspiru me nejt në edukim, se nuk muj me thonë që ka qenë ideja ime me një edukim, ka qenë pak e familjes, fillimisht babi, ka qenë i parja i cili e ka themelu shkollën e parë private në Kosovë me njëherë mas luftës në 2001-ën, po ka qenë një inspirim për shkak se vetëm përmes arsimit vërtet mundesh me ndryshu jetën e njerëzve. Që ka ndiku kështu familja në rrugtimin? A keni pas ato rrugë të ndame në fillim, apo bindja që me shkon rrugën e tyne? Po, unë biles tregoj shpesh gjatë studimeve, nëse nuk gaboj në vitin e dytë në universitet, na pat pyeta i profesori në një lënda ka qenë orientimin karrierë, na pat pyet çka doni. Ju keni studiu ku? Në Universitetin e Evropës Juglindore fillimisht, në Teto, pastaj në Universitetin e Sussexit në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Universitetin e Bathit, gjithashtu në Mbretërinë e Bashkuar për studime doktorale. Na pat pyet çka doni me u bë në karrierë, çu shihni veten, edhe unë kam pas shumë të qartë, kështu me detaje pa ta thonë, pas përfundimit studimeve do të kthehena në Kosovë, punoj me siguri në biznese familjare ose në sektorin privat deri në moshën 28 vjeçare. Në moshën 28 vjeçare do të shkoj në Londër për me bo një MBA në London Business School, kam pas kështu ëndër të fëminis me studiu në London Business School, edhe pas saj në moshën 30 vjeçare kam me punu në Boston Consulting Group në Amsterdam. Edhe ata wow, po të me pasu kështu ka qenë me detaje, me vite. Asnjëna prej këtyre nuk ka ndodhur, domethënë as nuk kam shku në London Business School me bo MBA, as nuk kam punu në kompani të konsulencës, as në BCG, as në asnjëna prej këtyre të mëdhajave. Kam ndjek një trajektore krejt tjetër, kryesisht për shkak të influencës që kam pas prej familjes. Jemi fut në edukim si familje, edhe gjithashtu shpesh e them që pastaj jemi varfru. Domethënë në momentin kur kemi hyrë në edukim, jemi varfru për shkak se kemi shkri çdo pasuri që ka ndërtu familja për 10-15 vitet paraprake në arsim, po jemi pasuru shumë po them kështu shpirtërisht, për shkak se çu thash edhe më herët, përmes arsimit mundesh me ndryshu një njeri, e ai njeri pastaj ndryshon botën. Pajtona shumë. A është e vështirë me bë biznes me arsim me fushën e edukimit? Është shumë e vështirë në dy aspekte, është për shkak se ke të bëhesh me njerëz. Nuk mundet produktit me i dalë afati, me hek prej raftit. Nuk mundesh me thonë e ofrova një produkt jo cilësor, edhe e bëj dytin pak ma cilësor. Imagjino jetën e një fëmijës. Domethënë, ai vjen në klasën e parë në shkollën tonë, për shembull në shkollën finlandeze. Mëson për 12 vite. Pas 12 vite nuk mundesh me thonë, fal se unë dështova
me ty, fillo tash prap edhe një herë prej klasës parë, po ta rimbursoj pagesën e 12 vite. Dami nuk mjafton. kthehet. Dami nuk kthehet, dami është shumë i madh. Për atë arsye, biles edhe para se me hy në bisedë dhe me kolegën ju me Naronën, kur tha po mendoj me pru fëmin tim në shkollën e juj, i thashëm më ka bicikleti, sa që dikush më thot për shkak se është një përgjithësi ma tepër, kështu që në atë aspekt është shumë përgjithësi e madhe. Po edhe si biznes është shumë i vështirë për shkak se kërkon shumë investime kapitale, duhet me vite, me dekada me investu për me pas kthim financiar. Do me thonë, na kemi investu 2 dekada pa ndërprej, tek tashmë me thonë që financiarisht jemi në pozitë kështu më të mirë, kemi biznese të qëndrueshme, cilat na mundsojnë edhe mu rrit edhe ma tutje, me investu edhe ma tepër, normalisht me përmirësu edhe ma tutje cilësinë, ajo nuk ndalet asnjëherë. Cila ka qenë ajo kthesa ku ju me institucionet ju e keni bërë një trajektore ndryshe, ose cilat kanë qenë ato gabimet, si përmarrës për cilave ju keni mësu edhe s'kishte dashur dikush tjetër me i bë? Unë kështu modesti në anësh kam qenë ambicios gjithmonë, edhe ma tutje kam ambicie dhe kam pas gjithmonë ambicie çka do që ndërtojmë, me ndërtu ma të mirë, me qenë lider tregut. Kur kemi fillu me Universum, normalisht kam qenë shumë i ri, e ka nis babi, po si i ri, mendoj që kemi bërë disa gabime, sidomos në pozicionim të institucionit në atë kohë, me informata të pakta, do të thonë jam mundu me ndiku atë sa ka mujt atëherë, që prej ditës parë na me ofru, me qenë shumë institucion shumë i veçantë, me ofru studime cilësore që kanë kushtuar edhe pak më shtrejt, po mënyra që kam komuniku mesazhin ka qenë jo i durë. Domethënë nuk kam ditë me komuniku dhe si rrjedhoj, nuk kemi arrit vitet e para, 2-3 vitet e para me marrë numër të mjaftueshëm të studentëve që na ndihmojnë dhe na mundsojnë neve me u rrit shumë më shpejt. Kështu që e para është ku do të jeni me një biznes, kuptoni audiencën e juaj, edhe përshtatja një kanale të komunikimit asaj audience. Unë shpesh kam komuniku për shoqërinë tam të ngushtë. Ndërsa shoqëria jam e ngushtë ndoshta nuk ka qenë target grupa e synuar për me ardhë me studiu në universitet të une. Tek ma vonë, dhe me thonë, me studime, me thëllim në këtë fush, kam fillu me kuptu shumë gjana. Kështu që kjo është, mendoj, e para. Po mësimi kryesor është që, ose 2 mësimet tjera janë, që pa 20 vjet nuk arrihet suksesi, vetëm nëse thamë veç nëse ti kalon baba në vitet e 70-a 1 milion, se me t'i lonë sot 1 milion nuk mjaftojnë, po vetëm në vitet e 70-a, atëherë mund është shumë ma shpejt me mri suksesin, ose nëse ke linë një 15 kilometra jo ma largë se Palo Alto në Silicon Valley, atëherë mund është edhe për 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet ose 5 vjet me mri sukses. Për çdo tjetër është 15 deri 20 vjet punë sistematike, për me mri deri të një sukses i caktuar, varësisht çka ke pas objektiv. Edhe e treta mendoj që çdo përpjekje, nëse përpjekesh gjithmonë edhe nuk dorëzohesh, ke me arrit sukses. Tena nuk ka qenë vështirë, sidomos me pjesën e universitetit, ka qenë shumë vështirë se kemi pas konkurrent shumë të fuqishëm në sa i përket numrave, domethënë kanë qenë 5-6 universitete private në Kosovë që janë rrit shumë, e shumica prej tyre nuk ekzistojnë sot. Derisa na jemi universiteti me rritje konsistenca, fokusi në cilësi, fokusi në student outcomes, domethënë në rezultatet e studentëve, na ka bërë që me mbjetu. Edhe normalisht orientimi jonë drejt inovacionit, drejt ndërkombëtarizimit. Sot jam shumë krenar që kemi arrit me sjell një prej universiteteve më të mira në botë, Arizona State University, me qenë partner strategjik i joni, me fuqizu emrin e unit, me i sjell Kosovës gjithat mundësi, gjithat potencial. Universiteti më i madh gjithashtu në publik në SBA me 200.000 student, numër 1 në inovacion, në top 100 botës, me pas qasje në kurikulat e ati universiteti, me buxhet 5.7 miliard, me pas qasje në diplomat e dyfishta, në teknologji, në edukim, në AI programet që i kanë. Për mu, mendoj që është sukses relativisht i mirë, po që ka marrë shumë kohë dhe shumë punë. Me shkollën finlandeze ka qenë pak ma shkurt për shkak se
gjitha ato gabimet që i kom bo, biles unë pata marrë 6 muaj kështu. Pas ke pas mundësi me nis prej fillimit, po me njëri që i ke pas. Me njëri që i kom pas, domethënë. Kështu që një 6 muaj pa ta marrë të lira prej univerzumit edhe pa ta bo një farmuri në shpe dhe pa ta bo këtë gabimet që i kom bo gjatë atyre 2-13 viteve deri në atë kohë të karrierës time dhe jo mundu ato mos me i përsërit edhe me mësu për atyre gabime dhe me përmirësu. Normalisht edhe ekspertiza. Nuk mundesh me ndërtu diçka të madhe nëse nuk ke ekspertizë në fushë të caktume. Unë, domethënë kur kam filluar me ndërtu shkollën finlandeze që kam pas mbi 10 vjet përvojë në edukim, kam pas mbi 40.000 faqe të lexuame literaturë akademike në fushën e edukimit, jo vetëm kështu literaturë të përgjithshme, edhe normalisht ajo më ka ndihmuar, edhe koncepti i shkollës finlandeze është shumë research based, domethënë është i bazuar në hulimtim, është i bazuar në rezultate shkencore, nuk është i bazuar vetëm në kështu në thashë thënë. A jeti në tregut, më pëlqej shumë kjo pjesa me gjithë audiencën e dur, me mesazhin e dur te audienca e dur. A ka qenë vështirë me i bind studentët, prindrit që edhe edukimi në universitete private mund të jetë kualitativ? Po, shumë, për shkak se universitetet private po themi publiku i cili ka qenë 99.9% i shkolluar në universitet publik, ka ndërtu një naracion që universiteti privat nuk është cilësor, për shkak se ti zakonisht e mbron ato tonën. Ti nëse ke studiu për vetin publik, e që po them këtë prindrit tonë kanë studiu në publik, është e kuptueshme, atëherë ka qenë naracioni që vetëm ajo është e vlefshme. Kështu që s'ka qenë sepse flasim vetëm për ata që kemi përjetuar. Na kemi këtë problem shpesh edhe me prind për shembull shkollë finlandeze, ata janë shkolluar me një sistem tjetër, edhe nganjëherë nuk e kuptojnë krejt konceptin e shkollës tonë, për shkak se ata munden mi bë krahasime vetëm prej përvojës së tyre. Gjithsesi, mendoj që sot ka këtë tjetër opinion për institucionet publike, për universitetet publike, ka reputacion shumë më të madh shkollat private para universitare në Kosovë, po edhe nëse shqetëson dhënat, domethënë rezultatet e PISA-s për shembull, shkollat private, nxënësit nga shkollat private kanë 100 pikë më shumë në matematikë dhe shkenca në PISA se sa mesatarja e nxënësve të shkollave publike. Kështu që shkollat private vërtet kanë sjell inovacion, kanë sjell cilësi në Kosovë, edhe sot edhe arsimi i lartë për shembull është 50-50 bile, nëse s'gaboj është 51% e gjithë studentëve në Kosovë studiojnë në universitete private ose kolegje private, e 49% në ato publike. Ndërsa shkollat, arsimi para-universitar privat është në rritje, është ndoshta edhe në rajon ka rritjen më të madhe, për shkak se çdo ditë më shumë prindërit po shohin vlerën e një shkolle. Sidomos tash edhe këtu ka gjithçka, ka shkolla private në të niveleve të ndryshme, po ato çka unë kam njohuri më të mëdha, domethënë Universum International College ose shkolla finlandeze, mendoj që jemi në të krahasueshëm kështu botërisht me shkollën finlandezëve që jemi në top 10 botës. Vitin e kaluar kemi marrë çmimin si një prej 10 shkolla më të mira në botë nga World School Best Prizes. Kështu që edhe pastaj ndoshta e keni pa shkolla jon ka qenë CNN highlight për një vit, domethënë ka marrë kështu vëmendje të gigantit botëror CNN. Normal kjo na ka bo a ju ardhën pyetjet sa e pagujtet. Po edhe më pyesin edhe matutja dhoni kam përgjigjen, me thonë drejtën e them kena pagu ju tregoj që kena paguar mes 15.5 dhe 105 milion dollarëve, varësisht se a kanë qenë kështu prime time ose jo video tona. Do të thonë aq kish me kushtu sekondazha që kemi marrë në CNN, mbi 30.000 sekonda ka dalë shkolla jo në CNN, sikur të kishin pagu kishin mes 15.5 dhe 105 milion dollarëve. Kjo normalisht është
vlerë pa imagjinueshme edhe për shtete, lemo për institucione të vogla sikur ato që i kemi në Kosovë. Aletin, po vjen mirë që falem pak për univerzumin, për du me të pyet, që erdhi ideja me përqafuat modelin finlandez dhe pruket sistem të edukimit në Kosovë. A ke qenë ti produkt i po besoj shkollave publike, apo a ke qenë i nervozuar me sistemin tradicional, apo që ka kjo? Po unë normal jam produkt i shkollave publike të Kosovës, domethënë shkollën fillore të mesme, krejt i kam kryer në Kosovë. Universiteti pastaj kam bëu gjitha jashtë, po shkollimin fillor dhe të mesëm e kam kryer në Kosovë. Unë kam qenë në edukim, domethënë veç i kisha 7-8 vite në atë kohë përvoj punën në edukim edhe kisha studiu sistemet arsimit, kështu edhe në botë edhe mundohesha me kriju një model 3 të edukimit. Edhe fillimisht normal i kam shoqëruar këto që janë më tradicionale, britanike, amerikane, IB, edhe gjitha më dilshin pak si shumë zakonshme. Normal janë shkolla të mira, po është modeli si model është i ngjashëm edhe me këto të Kosovës. Po janë dy sanat që më kanë bind. E para është e lexova një studim të 2 shkencëtarëve të NASA-s, cilët i kishin studiu rreth 1 milion njerëz në Amerikë, prej fëmijë kur ishin prej moshës 5 vjeçare, 3 deri në 5 vjeçare deri në rritje, derisa janë bo të rritur, domethënë adults. Edhe kur i testojnë për kreativitet në moshën 5 vjeçare, 98% e 5 vjeçarëve dalin me nivel të gjeniut në kreativitet. Edhe kjo ka qenë domethënë ndoshta një prej dhëna më bombastike në botë, ku 98% e krejt fëmijëve të botës, ose në këtë rast SBA-s, kanë dalë që janë gjeni në kreativitet. Okej, kjo shumë mirë. Pastaj kanë bërë njëjtin studim kur ata kanë rrinë në moshën 10 vjeçare. Nga 98% bjen në 30%. Tash, domethënë vetëm 30% e fëmijëve dhe matutje ruajnë gjenialitetin. Në moshën 15 vjeçare bjen në 10%, dhe në rritje, domethënë kur të bëhen të rritur adults, vetëm 2%. Nga 98% shkon në 2%. Normalisht kjo është një prej gjetjeve më interesante, më bombastike në shtatë të shekullit kaluar. Po çka është më interesante është kur janë mundu me kuptu pse ka ndodhur kjo. Kush e ka mbyt kreativitetin, numër 1 ka dalë shkolla. Domethënë institucioni, cili na ja besojmë fëmijët e tonë, për me zhvillu matutje, për me rrit kreativitetin. Ka qenë pikërisht ai institucion që e ka mbyt kreativitetin. Kjo e para, e dyta, në shkollën tonë të parë në Ferizaj, e kemi pas një nxënës shumë problematik. Edhe pas një kështu problemi, mësë me thonë, thyrje të ranë disiplinës, e kanë përjashtu në klasë 11. Unë atër s'kam qeni përfshim në shkollë, po kështu shumë nga ana që e marrë vetëm me do projekte ndërkombëtare, po e di si rast. Biles kur e kam përjashtu pa ta gëzu, me thonë drejtën, se u koni farë shlirimi që një nxënës si keq po e largojnë për shkollë. Sa mas 3 vjetë e takova rastësisht ato në rrugë dhe kur e pash univa pak fajtor. Me thonë thash, çush ke kalu, ku je ajo tu, çka ju tha e kam ndërprej, thash, tha jo prej si më keni përjashtu ju, mo e kam ndërprej shkollën. Unë niva shumë keq, thash, wow. Okej, thash, ani ajo të marrë, çka po, tha, kam qel një kompani tem, tha, kam 30 punësumë dhe jam bo milioner. Thash, wow. Kosovë, Ferizaj. Thash, wow. Ky djalë, cilin na krejt kena mendu që s'ka kur farë shpresën të, sa që o dashtë edhe me largu prej shkollës, për shkak të sjelljeve jotë mirë, domethënë ka pas një talent, cilin as kanë arrit me as zbulu. Nështë hiperaktiviteti i madh nuk është kuptu sakt. Absolutisht, domethënë ai ka pas talent cilin as kanë arrit me as zbulu. Edhe ajo mu ka bo me mendu që secili fëmijë ka talent, secili fëmijë ka diçka na takon neve me zbulu. Me kanalizu. E kur i kom studiu gjitha modelet më të mira botore të shkollimit, ka dalë që Finlanda është i vetmi sistem publik në botë i cili e zhvillon edhe matutje
kreativitetin e fëmijëve, I cili është shumë I fokusuar në fëmijën, do të thonë është student centric, është me nxënësin në qendër, I cili I përgatit fëmijët jo për teste, po për jetë. Edhe për atë arsye, do të thonë kam vendos me marrë sistemin finlandez. Normalisht para se me hap shkollën, shkollën e kem hap në 2018, unë kompaninë e kam hap qysh në 2016. E kam kriju një ekip shumë të vogël në Finland me 2 njerëz, cilët kam punu në këtë projekt. I kam vizitu mbi 100 shkolla në gjithë Finlandën, kam kalu kohë shumë gjatë, edhe jam mundu me kuptu edhe aspektin praktik, po sidomos aspektin edhe teorik të modelit finlandez të edukimit. Edhe ajo kryesore është që Finlanda normalisht mësuesit janë shumë të mirë, edhe çdo sen bëhet research based, do të thonë çdo veprim brenda sistemit dhe brenda shkollës është bazuar në dhëna, është bazuar në shkencë. Nuk ndodh kur gjë pa arsye. Nuk ndodh kur gjë pa arsye, edhe nuk duhet me ndodh kur gjë pa arsye. Po më intereson me ditë meq edhe unë kam studiuar shkolla publike. Çka mësojnë nxënësit në klasë të para në shkollën finlandeze? Cilat janë lëndë ato edhe një prind që na dëgjon sa që intereson. Çka mëson një fëmijë në këtë periudhë shkollës aty? Po, normalisht, me thonë drejtën, çdo një fëmijë në klasë parë mëson ato që mësojnë edhe shumica e fëmijëve në botë, mëson leximin, shkrimin, numrat, mëson për mjedisin, po mënyra se si mësojnë është ajo çka e bën dallimin. Për shembull, na e kemi të integruar atë phenomenon based learning curriculum, kurrikulën e bazuar në fenomene, ku fëmia nuk mësojnë vetëm në lanë të caktume, po I integrojnë përmes fenomeneve, duke mësu për një fenomen, mësojnë edhe për matematikë, mësojnë edhe për gjuhë, mësojnë edhe për shkenca, mësojnë edhe arte, dhe më dhoni kanë gjitha të mësojnë diçka për ndërmarrësinë? Mësojnë për ndërmarrësi gjithsesi. Sidomos prej klasës 6, na e kemi ndërtu një konceptonin, kunta. Nëse keni qenë në kampus të na e keni poshtë aty në hymje, e kemi ndërtu një qytet, na I thojmë the whole town in our school, e gjithë qyteti në shkollën tonë, ku brenda kuntës, që është edhe në anglisht I bjen komunë, në finlandisht I bjen komuna ose qyteti, e kemi qeverin, e kemi bankën, edhe I kemi 3 kompani tjera. Pastaj fëmijët luajnë role të ndryshme dhe përmes roleve caktume ata mësojnë se çush funksionon shoqëria, çush funksionon ekonomia, edhe normalisht na marrin dhëna, përmes cilave pastaj kuptojmë se si fëmija, ku janë më të mirë për karrierë, si mësojnë, stile të tyre të mësume, për shkak se baza e shkollës tonë, sidomos, është personalizimi I mësimit të fëmijëve. Për çdo vit secili fëmijë ka planin individual të mësimit, dhe mundohemi atë plan individual të mësimit me e ndjek gjatë gjithë vitit. Fëmija, dhe më thonë, na duhet me ndjek standardet caktume të kurrikulës, po më me rëndësi se standardet e kurrikulës janë standardet personale se cilit fëmijë. Sepse asnjë fëmijë s'është I njëjtë. Nuk mund me një model të ngjashëm të mësojmë krejt fëmijët. Absolutisht, edhe baza e çdo suksesi në arsim duhet me qenë na me kuptu fëmin, me pas dhana sa ma shumë për atë fëmi, në mënyrë që mja përshtat, mja personalizu mësimin atyre. Nëse vjen edhe në për shembull shkollë tonë, në klasë tona, e shet që nuk kemi vetëm banka dhe karika, po kemi edhe sofa, kemi edhe ato bean bags, për shkak se fëmijët ndryshëm mësojnë format edhe mënyrat ndryshme. Dhe disa fëmijë nga njerë shpesh I shohim tu shtri, që thojmë kështu në gjuhën popullore tu shkaravit në për klasë, po ajo është mënyra e tyre e mësumit ma lehtë. Gjithmonë duhet me kuptu që na duhet me shku te fëmija, jo fëmija me na u përshtat neve, na duhet me u përshtat, me thonë secilit fëmijë. E mendoj që kur arrim me personalizu mësimin për secilin fëmijë, atëherë është suksesi maksimal. Bota po lëvizmen e rritë më të shpejt se gjithmonë, apo I përgatisin fëmijët nxënësit për profesionet që ekzistojnë apo për profesionet që hala nuk ekzistojnë? Fatkeqësisht në përgjithësi bota është I përgatit fëmijët për profesionet e djeshit, e jo të nesërmës, as të sotmës, se jo për profesionet të nesërmës, jo fatkeqësisht. Do të thonë edhe matutje nuk ka ndonjë lëvizje kështu të fuqishme
arsimi është, mendoj, baza. Na edhe matutja arsimin jemi të e pa pak si fabrik e shekullit 19, e cila është ndërtu për revolucionin industrial, ku orët janë 25 minuta, klasët janë bazume në kështu mosh, 6 vjet, 7 vjet se cila klasë. Me sidomos ardhjen e inteligjencës artificiale generative, në generative AI, e kemi mundësi të jashtëzakonshme me personalizu mësimin tek fëmijët, për shkak se përmes AI-t mujmë me i kuptu shumë ma tepër fëmijët, mënyrën e tyre të mësumit, stilin e tyre të mësumit, edhe me punu me ta kështu në one-on-one, do me thonë se cili fëmijë me pas një tutor personal. Gjithashtu, arsimtarët përmes inteligjencës artificiale arrin me e kuptu, me marrë dhana shumë ma tepër, dhana cilat e kemi pas shumë vështirë deri tash, ndoshta me i grumbullu. Për atë arsye, neve na vyn si shoqëri me kuptu në momentin kur po jetojmë, edhe me bo lëvizje të fuqishme drejt shkollës së ardhmës. Shkolla e ardhmës është një model pak ma hibrid në mes të inteligjencës artificiale edhe asaj humane. Unë nuk mendoj që inteligjenca artificiale ka me zavendësu njeriun. Në asnjë mënyrë inteligjenca artificiale s'mundet me zavendësu mësuesin, sidomos në arsim fillor dhe deri diku në arsim të mesëm. Në arsim universitar e kam atë teorinë tem që është shumë i zavendësueshëm, po sidomos në arsim fillor edhe të mesëm. Neve nuk na vyn me riprodhu njohuri, se njohuria sot është falas. Neve na vyn me u fokusu modeli jonë me zhvillu fëmin që me u bo mendimtar kritik, me zhvillu mendimin kritik shumë ma tepër, me zhvillu kreativitetin edhe me kuptu qysh me zgjidh probleme komplekse. E tash këtu du me pas shumë kujdes, se AI shpesh mundet me na ofru zgjidhje të shpejta, të shkurta, shortcuts. Edhe jetojmë në një kohë kur me rrezikun që me kriju kështu ose dije të rrejshme me automatizu mediokritetin, që kjo është për mu rreziku më i madh. Në kohën e AI-t na duhet me ndryshu formën që i bëjmë pyetjet. Jo, sepse përgjigjet janë gatshme. Absolutisht, domethënë fokusi është te pyetja, jo domosdoshmërisht. Edhe shifrimi i mesazhit, sepse po shoh se edhe shumë përmbajtje po dalin nuk po e din as dallimin mes asaj që është e saktë dhe asaj që është e gjeneruar me AI. E lexova në artikull, më bani shumë përshtypje, tregoj që gjithë ata që i kanë kryer detyrat me AI, nëse i ke pyet për detyrat e tyre kanë pas zero lidhje edhe zero kanë ditë me shpjegu punën që kanë bë, në krahasim nëse e bën kënaqësia që e merr për diçka që realizon vet ose e shpërndan kreativitetin tënd është tjetër. E po më pëlqen shumë edhe perspektiva juaj në botën e dilemave të mëdha nëse AI ka më zavendësu ose jo. E pash një studim gjithashtu Anthropic, njëna prej firmave të mëdha të AI-t që ka këtë Claude, sikur ChatGPT-ja, ata e kanë chatbotin Claude. Një studim shumë të thellë ku tregon për ndikimin edhe produktivitetin e AI-t tek njerëzit. Edhe domethënë ka dalë që njerëzit cilët kanë interaktivitet më të madh, po që kanë shkatësi më të mëdha intelektuale, domethënë aftësi intelektuale më të mëdha, produktivitetin e kanë më të lartë. Kështu që AI nuk është zavendësim për mediokritetin tonë. Përkundrazi, në kohën e AI-t na vyn shumë më tepër me studiu, me thellu studimin tonë, me mësu më tepër, po jo për me riprodhu atë njohuri që ekziston, po vërtet për me ditë me përdor njohurinë që është, domethënë që tash e kemi në këtë botën e inteligjencës artificiale, me kriju diçka shumë më të madhe me ta. Ata që bojnë shkollën i vend më atraktiv janë mësuesit, po më intereson me ditë, e di që mësuesit të ju rrin gjatë, po cilat janë 3 cilësitë që ju i kërkoni të një mësues i mirë kur e punsoni në këtë model? Na normal kemi sidomos te shkolla finlandeze jemi me fat që marrim aplikantë shumë të mirë, edhe nga gjithë bota, po edhe nga Kosova, edhe i përzgjedhin më të mirë. Fillimisht për mua është me rëndësi
niveli intelektual i arsimtarët. Do të thonë arsimtarët tonë duhet me qenë fillimisht intelektualisht shumë të ngritun, për shkak se mos harroni profesioni i mësuesit është absolutisht profesioni më i vështirë në botë. Kajtona. Cili profesion tjetër dyn me qenë për 6 deri në 8 orë ditës aktiv fizikisht dhe aktiv mendërisht. S'ka asnjë profesion tjetër ku ti për 6 orë nuk ndalesh gjatë kohës, je fizikisht i përfshim, po je shumë më tepër mendërisht. Po në anën tjetër edhe modeli yt pavetdijshëm ju ndikon edhe shumë. Absolutisht. E për ato është shumë e rëndësishme, domethënë fillimisht na I zgjedhim arsimtarët që janë intelektualisht, domethënë janë të ngritun. Kjo është e para. E dyta, mundohemi me zgjedh arsimtarë të cilët janë të uritur për me mësu, për me u zhvillu, që kanë ambicie. Edhe na mundohemi me thonë drejtën me kriju ato career pathways ose rrugën e tyre në karrierë prej ditës parë. Edhe para se mi marrëm punë, gjithmonë themi një kandidat shumë I mirë, po a kemi na rrugë të qartë për këtë kandidat. Për shembull, kur marrim asistenta, mundohemi me I zgjedh asistentat prej atyre fushave, cilët pastaj munden me u rrit, sa ai nuk rrin askush më shumë se 1 ose 2 vjet si asistent, ai do me u bë mësimdhënës. Nuk rrin askush më shumë se 5-6 vjet si mëdhënës, do me u bë team leader. Pas team leader do me u bë head of school, domethënë duhet me pas një trajektore të qartë të rritjes së arsimtarëve, edhe e treta duhet me qenë pozitiv, edhe me dasht fëmin, me dasht profesionin, këto 3 domethënë janë qysh na I zgjedhim. Pastaj qysh I zhvillojmë, nuk mendoj që ka shkollë në rajon që ka program më rigoroz të zhvillimit profesional të arsimtarëve. Çdo vit kemi 1 muj program, domethënë 20 ditë në vit kemi program për zhvillim profesional, trajnime intenzive në fusha të ndryshme, varësisht prej nevojave individuale të mësimdhënësve, po dhe varësisht prej asaj se çka na dojmë mri, për shembull, atë vit si shkollë objektivave tona që kemi si shkollë, pastaj kemi I dërgojmë edhe kështu jashtë vendit në vizita studimore të ndryshme, në Erasmus, tash kemi edhe mundësinë përmes Erasmus kemi dërgu gati krejt arsimtarët tonë kanë qenë në vizita studimore jashtë me Erasmus, edhe normalisht mundohemi me I stimulu, me qenë konkurrent edhe sa I përket pagave në treg, me qenë konkurrent edhe gjithmonë me pas rritje, që secili arsimtar me undi I vlerësu. Pra këto janë pak se dashna më të pyetja për metodat me cilat ju I motivoni me I bë mundi pjesë e shkollës për më gjatë. Po, absolutisht. Edhe me thonë do të jemi me fat që shumica e bashkëpunëtorëve tanë, si në universitet, ashtu edhe në shkollë, rrinë për afat më të gjatë, kemi arsimtar prej ditës parë të hapjes së shkollës, kemi bashkëpunëtor në universitet prej ditës parë, kur kemi filluar që 21 vjet 2 sa në bo të universitetit, mundohemi, po normalisht ka dhe tjerë që lëvizin, po unë kam një koncept që gjatë 6 muajve të parë mundohemi me kuptua ka potencial ai bashkëpunëtor, edhe në dytë që është më e rëndësishme se potenciali, a përshtatet kulturës të kompanisë, kulturës organizative të shkollës ose të universitetit. Nga njëherë është shumë më me rëndësi karakteri se sa edhe aspekti profesional. Po thuj se gjithmonë, sidomos kur kanë të bëjnë me fëmijët edhe. Absolutisht. Ka normalisht është shumë e rëndësi që arsimtarët tanë me të qenë intelektualisht të ngritur, por çdo sa mësohet. Çka është shumë më vështirë me ndryshu është karakterin e një njeriu, sidomos në moshë pak më të shtyrë. Me fëmijë është më lehtë, për ato punojmë na, edhe besojmë që secilin fëmijë e bojmë më të mirë. Domethënë qëllimi jonë është secili fëmijë që kalon në shkollën tonë, mbi të gjitha është bëhet një njeri më I mirë, pastaj edhe profesionist I mirë, po baza është me qenë njeri I mirë. Mësimi ju gjithmonë bëhet brenda 4 mureve të klasës. Cili është mesazhi juaj për me bë mësimin një proces të vazhdueshëm, sepse edhe unë edhe jo që kemi përfunduar shkollimin kemi nevojë vazhdimisht me qenë pjesë e mësimit. Cilat janë këshillat
që na me qenë vazhdimisht konkurues, vazhdimisht me mësu? Mësimi definitivisht ndodh mas pakti brenda 4 mureve të shkollës, mësimi më i madh ndodh në jetë. Nëse vjen edhe në shkollë, për shembull shkollën finlandeze, na kena kur hyn aty është Kunta përpara që është si qytet, dhe ta dhonë ty ndjenjen që je tu jetu, nuk je tu mësu, e ki shtëpin, the house, për me ta dhonë ndjenjen e sigurisë, për shkak se parakushti kryesor, fëmija për me mujt me mësu do të me qenë ata të sigurt, mundi rahat. E fëmija zakonisht ndjen rahat në shtëpi, në familje, dhe na ju mundu me ja simulu atë ndjenje atyre. Pastaj, këto e në bëdhën si parakushte, kësha me thonë. Kështu që mësimi, dhe më thonë, nuk ndodhet në brenda 4 mureve të klasës, po ndodhet prej koridoreve të shkollës, po sidomos ndodh jashtë në jetë. Na mundohemi me simulu jetën e nxënësve dhe gjithashtu kemi shumë vizita studimore, që nxënësit mësojnë aty ku ndodh aksioni. Pastaj për shembull nëse e marrim shkencën, na kemi një laborator në shkollën tonë, ndoshta e keni pa, home economics ose ekonomia shtëpiake, ku fëmijët aty sjellin pemë, perime të ndryshme, përmes tyre gatuin. Tu gatu mësojnë për shkencën, kuptojnë se si funksionon shkenca, si funksionon sustainable development ose zhvillimi i qëndrueshëm, edhe në këtë mënyrë motivohen, inspirohen për me u bo mësimtar gjatë gjithë jetës. Shpesh unë ju tham edhe nxënësve dhe prindër, nëse keni mundësi me dërgu fëmijën e juaj me pa vulkanin në malet e Vezufit ose Etnës, ja vlen me i dërgu atje, kanë me mësu shumë a shumë se sa çka do të që na i ofrojmë në shkollë. Kështu që sot du të me kuptu që mësimi ndodh gjithka. Na du të me rrit dashnin e nxënësave tonë, studentëve tonë, për me të qenë të përkushtuar që me mësu gjatë gjithë jetës. Sidomos kohën e inteligjencës artificiale, zguxojmë u ndalë të mësu, duke mendu se tash inteligjenca artificiale ka me na i zgjidh neve shumicën e problemeve. Përkundrazi, në kohën e inteligjencës artificiale, ata të cilët nuk ndalen së mësuari kanë me qenë ata të cilët kanë me përfitu ose kanë me qenë ma në avantazh nga të tjerët. A jetim për juve personalisht, a ka qenë një mësim që e keni marrë shumë vonë në jetë, që ju ka kushtu nashta ai mësimi që kishe dash me ditë më herët? Po, normalisht unë shpesh kur bisedoj edhe me shok për me ngushëllu njëri tjetrin, na kena qef me thonë që edhe na kem shkollat Kosovës, po nuk jena dalë aq keq. Na kur nuk e dim çka kishim mujt me bo me jetën tonë, sikur të kishim pas edhe një shkollë të mesme më të mirë, një shkollë fillore më të mirë, nëse kishim pas mundësitë që i kemi sot, na nuk mundemi me mat ato. Po çka na mundemi me bo është me inkuraju secilin rreth neve, tu nis prej vetvetes që me mësu gjatë gjithë kohës. Unë për veti kështu lexoj gjatë gjithë kohës edhe literatura akademike, hala mundona me qenë aktiv në atë fushë, po mundona edhe me përcjell zhvillimet e fundit. I kam një 20-30 kështu, këtu njerëzit na thon blogs, tash pëthojnë Substack, sa qysh e ka emrin, po është njëjti koncept, njerëz që shkruajnë kështu shkrime, opinione, op-eds, ma të shkurtra lidhur me aspekte ndryshme. Për mu fokusi është vetëm në edukim edhe në AI. Dhe këto e kam unë fokusin, jam shumë i fokusum. Kjo ka njerë është mirë, nga njerë nuk është edhe shumë mirë, po unë mendoj prapë që për me kriju diçka pak ma të madhe, duhet ekspertizë thellë. Do të thënë pa pas ekspertizë thellë në një fushë të caktuar, është shumë vështirë me kriju diçka pak më të qëndrueshme ose pak më kuptim plot. Cili është libri që ja kishe sugjeru gjithë ata atyre që dëgjojnë këtë podcast?
Tash, unë kam disa libra që më kanë inspiru në jetë. Librin e fundit që kam lexu është prej Eric Schmidt, ish CEO dhe chairman i Google, është një libër për AI-n, se tash më të mundu me kuptu pak ma tepër aspektin human të inteligjencës artificiale edhe bashkëveprimin mes njerëzve dhe inteligjencës artificiale. Libër shumë i mirë prej njëri prej njerëzve që ka qenë ndoshta lider të kësaj fushë. Ja rekomandoj kush don me lexu. Po unë kam një 3-4 libra kështu të kalumën 20 vjet e fundit që më kanë inspiruar dhe kam veç një quote që e përdori shumë edhe që ka qenë si një farë deri dikun edhe udhërrëfys për mu. Prej këtyre librave, seria e Freakonomics me Stephen Levitt dhe Steve Dubner, ja vlen shumë me lexu se aty e kom kuptu qysh sanat e thjeshta kanë kuptim. Botë e para, e dyta, ka shtish shumë ma thellë me u fokusu në dhana. Do me thonë, nëse shqyqojmë dhanat, vim të përfundime shumë interesante se kemi pas idenë. Mas nej, normal, Malcolm Gladwell, ja kom lezu më duket krejt librat edhe ai ka një qasje interesante. Këto librat e fundit ja ka nis pak më bo bajat, janë kështu pak si përsëritje. Këto sidomos 2-3 të fundit që i kom lexu, po Outliers për shembull është një libër shumë i mirë që gjithashtu më ka inspiruar dhe më ka dhënë shumë ide për punë, për jetë. What the Dog Saw e ka një libër që të shtin me kuptu prapa kamerave, po themi një jetë se çka ndodh, e jo veç me pa këtë perspektivën. Një libër tjetër që kam përdorur shumë edhe në jetë, edhe në profesion, edhe kur kam dhënë mësim landën e ndërmarrësisë edhe kreativitetit, është Tina Seelig, profesoreshe në Stanford dhe ka qenë drejtoreshe Stanford Technology Ventures. E ka një libër për kreativitetin, është një prej kështu ndoshta librave që më ka ndihmu shumë për me e pas senet prej një kandit tjetër. E kreativiteti dhe inovacioni është shumë shpesh vetëm me ja ndrru perspektivën gjanave dhe edhe mas nej eshe një botë këj tjetër që se ke pa ma herët edhe mundesh me kriju, mundesh me innovate. Aletin, sa është një ditë e punës, sa orë punë i bën gjatë një dite? Me gjithë këtë angazhim? Me thonë drejtën punë tash nuk bëj aq shumë. Ditët i kam relativisht të shkurtra. Në ora 5 jam gjithmonë gati në shtëpi, veç nëse nuk jam në udhëtim. Po në shtëpi pastaj e kam atë pjesën ku nuk e dia është punë direkte, po pjesa jam e kreativitetit, krijimtarin e bëj shumë të në kohës në shtëpi. Shumicën e leximit, shumicën e hulumtimit, dhe shumicën e krijimit, ideve të reja, produkteve të reja e bëjnë shtëpi. Një prej po mendoj bashkëpunëtorëve të më më të ngushtë e ka një shaka. Na kemi një grup të brendshëm në Viber, dhe ajo shumë shpesh e poston një artikull nga Harvard Business Review. Titulli i artikullit është How to cope with a boss that has a new idea every 5 minutes. Qysh me abu me një shef i cili ka një ide të re për çdo 5 minuta, se kanë lodhën prej ideve. Unë kam shef shtu. Po këta janë shefat që na duhen, sepse shefat që nuk na qesin për limiteve tona, nuk është edhe që muj me shku shumë larg me ta. Po, unë mendoj kështu. Po, deri dikun, po vetë kritika jam është që ka një herë duhet me mendu ma shumë aspektin e ekzekutimit se sa aspektin e idejimit. Unë në ekzekutim nuk jam gjithmonë ma i mirë i botë, kam pas fat me pas kolegë shumë të mirë cilët kanë punu shumë, edhe një pjesë të madhe të ideve që nështë i kam pas unë, jo gjithmonë kanë qenë idetë mia, po idetë që kanë qenë përbashkëta, ata i kanë ekzekutuar ma shumë, ndoshta i kam dhënë atë inspirimin, po unë çka jam është
jam entuziast, më thonë, kur kam iniciativë të re, një produkt të ri, nuk heqi dorë let, kam entuziazëm, edhe i motivoj, po edhe mendoj që është me rëndësi. Nejse, është kjo teoria që për me qenë lider dush me pas spaku një follower ose një ndjekës. Kam pas fatin që shpesh kolegët më kanë ndjek, po e kam edhe një diçka tjetër që edhe unë ide i diskutojmë kështu shumë nuk i merr vendimet. Nuk i marr, më thonë, ka diskutime shumë të ashpra, kanë herë befasohesh në takimet që i kam unë me kolegë, bile i pata dhe dikon nga Arizona State University, atë drejtorin rajonal, edhe e kap ke kokën, theken, as në Amerikë nuk ka kësi shefat që janë kaq liberal që po i lejon kaq shumë diskutim për një ide caktume, po për ato mendoj që edhe kemi arrit, përndryshe nuk funksionon nëse është vetëm mendimet e një njerit. Kur bashkon perspektivat e tabeljaja më e gjana dhe vendimi mirët më i mirë, a jetin shumë kënaqësi me të pasur në Kosova Gjë Podcast. Faleminderit, po du qatë kuotën që me thonë, për shkak se shumë e rëndësi. Me ata. Unë jam, mendoj që na në Kosovë kemi qenë shumë të kufizuar. Kemi pas shumë pengesa, kemi pas shumë sfida, po tash jemi me një kohë ku shumë inovacion, shumë produkte po dalin prej Kosovës. Edhe duhet mos me undal, duhet me besu që na, edhe pse jemi vend i vogël sot, the level playing field ose fusha e veprimit është shumë më e barabartë. S'ka qenë asnjëherë më barabartë. Prap na jemi të hendikepuar në krahasim me perëndimin, krahasim me Shtetet e Bashkuara, po kur më të barabartë se tash nuk kemi qenë. 2011 në Oslo, në muzeun e Kontikit, e pata po thonin e Thor Heyerdahl, që është kështu eksplorator, ka qenë kapiten i kësaj ekspeditës Kontikit, që ai ka qenë, nëse s'ka bërë njëri vetëm që i ka eksploruar të dy polet, edhe të jugut edhe të veriut. Edhe e pata po në muze, në muri, një quote që më ka met kështu për jetë. Edhe ajo është thot, borders, I've never seen one, but I've heard they exist in the minds of some people. Tash këto me përkthy është kufi, nuk kam pa asnjëherë, po kam dëgjuar se ekzistojnë në mendjet e disa njerëzve. Në këtë rast kufit më me qenë kufi, ai mendoj që ka mendu për kufi fizik, për shkak se në detin e hapur, në polin e veriut, vërtet nuk ka kufi. Po unë gjithmonë e kam marrë këto, edhe kam përkthy ma shumë të kufit mendor që i kena. Dhe me thonë të besimi se mundime me bo gjana është ma të mdoja se vetë na që jemi. Barjera që duhet mi shem vetë të vetja. Barjera që duhet mi shem të vetja dhe me besu të gjanat ma të mdoja se sa na vetë. Faleminderit shumë. Faleminderit.